Yndyrnat më të dëmshme janë yndyrnat me origjinë shtazore. Për shembull, janë yndyrnat që vinë nga qumshi, supozojmë. Prandaj se ajo vjen, qumshi, bëhet kosi, edhe produktet e djathi e me radhë, dhe ato kanë origjinë shtazore dhe ato kanë predispozicion ose rrezik më të madh për zhvillimin e aterosklerozës. Ndryshe nga yndyrnat bimore, për shembull vaj ullirit ose i lullit diellit e me radhë, janë më pak janë të dobishme. Prandaj ne kemi pas ose kemi fatin që jemi vend mesdhetar dhe ne përdorim yndyrna bimore më shumë, sepse kemi ullim më shumë, kemi dieta mesdhetare që është dietë më e pranueshme ose më e rekomandueshme për të mbajtur nivelin e kolesterolit